Të ngarkuar me lodhje nga puna një vjeçare, antarët e shoqatës kultivuesit e rrushit u mblodhen pak ditë para se ta shkarkonin rrushin në Bodrume. Shoqata e vreshtarëve, kultivuesit e rrushit të zhgënjyer me çmimin e përcaktuar nga bodrumet, u mblodhen për t'i diskutuar këto probleme. Nuk është vish ky vit është mori që na ka zatet për bam. Ta shkrim bukur ta them. Mos mban gjithmonë produktin tonë jem të përbuz. Gjithat mundi e punum pip janarit këtë kemi nisë me kitën. Me shtengu tela me 17 operacione që do thot vreshta punës kush e di po nesër do thot si mesatar me gjithë spërtatje, në fund po e falin. A jem të hinë gjuna vetvete, a jem të hinë gjuna familje tona do thot që i kemi me fëmijë, po bëllëma. Edhe pse të gjithë në të njëjtën gjendje, fermerët e kishin edhe një ankesë në nënshkrimin e kontratave që pretendojnë të jenë pa çmim të përcaktuar për kilogram. Që është më interesante ka fermerë që vetë kanë shku kanë bo kontratën e më kanë thirë sa çmimi i rrushit. Do me thonë as kontratën nuk e marrin, as çmimi nuk e din, as kohën e dorëzimit. Kanë shtimin e nënshkru, po më thot, e nënshkrujta ma qitën sy e faqe, po me sy nuk mahen men ato. Edhe që jenë aty 30 varietet, edhe ma haqen. Si cili bodrum që përshkojnë. Unë nuk e di çfarë kontrata jemi duke bëhe, po mos e dim çmimin. Pa i cek çmimin. Pa cek çmimin. Kemi shkruajt kontrata pa i cek çmimin. Çdo kush që ka bërë kontratën, çmimi nuk ka aty. Kemi shkruajt kontratën, çmimin se kemi marrë. Fitimi modest dhe partneriteti në raport me kompanitë e mëdha të përpunimit të rrushit ishin qëllimi i kësaj mbledhjeje të fermerëve. Po, vlerësana neve, vlerësana njerëzën e familjes që atë ditë fundit me fëmijët tonë dhe vjelëm rrushin. Po, për një pag modest. Pas është me pag modeste, po. Jemi ka luftojnë për një pag modest. E po që jo është, për shumë na jemi përvetëzu për me lufzu, për me për para. Sa e thot si cili thot, edhe jam me marrë është qikaq, me qitë çmim. E vërtet është, na nuk i përzim, dhe zhvillohet në ekonomi. Si thot Milaim, le të bëjnë çka don edhe në moderne. Kundër që na kemi dëshirë mu zhvilluar. Nuk kemi të xhelozuar në kapital me tyne. Mirë po, let na krahason si partner tyne. Jo si hap, po si partner. Kërkesa e fermerëve ishte që shteti të respektojë ligjin në mënyrë që të rregullohet çmimi. Hallën e kemi kështu, ti bëjmë konkluzionet së bashku propozime. Një, ti adresohemi Ministrisë Bujqësisë për lehtësimin të eksportit të rrushit. Të merr masa ndaj Konkurencës. prodhuesve do thotë. Shkruja bim që ty tema e parë. A ka dikush që është çmimi do thotë këto që janë 32-33 cent paktin shkojnë nga 10 cent me 43 e përpjet, ato të 40-55 kushoj zoti që është në Shqipëri Malzita është edhe 70, ato sot janë anë. Po ç'kjo shumica do thotë tjetë parimore. Pa sakrificë s'ka kur gjë. Duhet me ditë që duhet mu sakrifiku pak. Sa mujna mu sakrifiku, ajo është çështje. Po edhe unë po pajtojnë plotësisht me Habibin, se për një ditë zbesoj se ata i kanë stoqet e zbraste, se po shife që është interesi madh, bile në do variitetet bardha e ku ta di une, a kupton, po tash që i tha Habibi edhe unë plotësisht për mbashtesë Habibin, po them që është momenti vendimtar që o kemi u kon bashkë, o s'kur s'kemi me mbri qëllimin.